Cenimi I sovranitetit të Kosovës e akt provokues konsiderohet shkelja hapësirës ajrore nga Serbia përmes dronëve, nga njohës të zhvillimeve politike e të sigurisë. Një ditë më parë, ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Sveçla tha se një veprim të tillë Serbia është duke e bërë kohë pas kohe. Ish zëvendës ministri I MPB-s Valdet Hoxha thot se përgjigja ndaj kësaj sjelljeje të shtetit serb do të duhej të ishte koordinuar edhe me ndërkombëtarët. Ky akt mbetet I papranueshëm dhe një nxitje e një konflikti, e një tensioni, e pse jo edhe një lufte në rajon. Pra është një provokim I pastër, I mirë menduar, me një skenar të mirë organizuar, me qëllim provokimin e situatës dhe provokimin ndoshta të ndonjë kundërpërgjigje ndaj këtyre veprimeve. Hoxha thot se institucionet e Kosovës do të duhej që për këtë situatë të alarmojnë partnerët ndërkombëtar. Politologu Melazem Koci në emisionin 60 minuta ka thënë se veprimet e Serbisë ndaj Kosovës janë të njëjta me ato që Rusia është duke I bërë kohëve të fundit në Estoni, Poloni e në Danimark. Kemi të bëjmë me të njëjtin sulm që shkon në raport Moskë, pjesa veriore e Evropës, dhe të njëjtin gjë bën edhe Serbia në Ballkan në raport me Kosovën. Unë nuk po jashtoj mundësinë që këto veprime të përshkallëzohen në periudhën e ardhshme. Tani në cilat promasa nuk e di, por nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë përshkallëzim. Në lidhje me një veprim të tillë të Serbisë, koha ka kërkuar sqarime e hollësi nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR, por të ajtën nuk ka marrë përgjigje. Pyetjeve nuk u janë përgjigjur as në ambasadën e SHBA-s në Prishtinë e as në zyrën e Bashkimit Evropian.